Në cilësinë perfekte të Tiranës, kam marrë këtu për të bërë me dije opinionin publik, por edhe për të bërë thirrje Bashkisë Tiranës. Në cilësinë perfekte më ka ardhur plani institucionit të prefekturës, buxheti i bashkisë, ku nuk ka ardhur në zëri i pronësimeve, nuk është i mbuluar, i cili është parashikuar nga qeveria, jo nga qeveria, por qeveria e mëparshme, me një vlerë për 1.7 miliard lekësh, ndërkohë që ka ardhur e copëzuar me një vlerë për 500 milion lekësh të vjetra. Prefekti i Tiranës nuk mund të injorojë kërkesat dhe protestat e banorëve, të cilët për mua janë plotësisht drejta. Nuk mundemi ne do të këtyre njerëzve t'ja u prishim shtëpitë pa i shpronësuar. Ka njerëz nuk do t'i prishen shtëpitë pa u shpronësuar. Bashkia e Tiranës të bëj shpronësimin e plot dhe ne nuk kemi e ka kthyer këtë në një betejë politike. Kryetari i bashkisë i bëj thirrje këtu që të dëgjoj zërin e qytetarëve, ashtu siç ka thënë edhe në fushat, duam Tiranën e madhe, por nuk mundemi dot më që t'i lejmë këta njerëz, qytetarët e vjetër të Tiranës që kanë mbi 200 vjet këtu, domethënë t'i lejmë në qiell të hapur.